Irma Tako është një grua e guximshme dhe vendosur e cila po thyen tabut duke zhvilluar sportin e raftingut në rrjedhën e egër të lumit Vjosa. Për më shumë se 4 vite, ajo ka qenë një prej figurave kyçe që ka drejtuar këtë aktivitet aventuresk dhe unik, duke krijuar jo vetëm një eksperiencë të paharrueshme për adhuruesit e raftingut, por edhe duke sjellë një frymë të re për turizmin e aventurës në rajon. Irma rrëfen rrugëtimin e saj nga fillimet se si një femër që drejton një aktivitet kaq sfidues e deri në momentin e sotëm, ku ajo është bërë një model frymëzimi për shumë të rinj dhe të reja që duan të sfidojnë vetveten dhe natyrën. Në fakt Vjosa Explorer ka 8 vite që operon, që ekziston dhe siç po thoja ka rreth 4 vite që unë menaxhoj, dedikohem vetë 24 orë në 24. Është, le të themi, kryesisht një botë burrash. 99% është një botë burrash. Është sa e bukur aq dhe egër, si një lumi egër siç është Vjosa. Por vështirësi nuk e kam shumë tek ndoshta vështirësitë fizike, sa pak me mentalitetin tonë, sepse për burrat është vështirë që të pranojnë edhe një grua në një ambient kaq, domethënë, kaq mashkullor, por në fakt duhet sepse prekja dhe delikatesa e mendoj gjinisë femërore e gruas sjell një balancim shumë të mirë me forcën, me fuqinë, edhe shiqur që e kemi të burrave. Varet se si çdo biznes don ta konceptojë strategjinë e zhvillimit të aktivitetit personal, por mendoj që gruaja është shumë e rëndësishme, sepse mund të shikojë ato detaje që një burr, ndoshta vetë nga vetë natyra, jo sepse nuk dëshiron, nuk mund të shikojë. Edhe bashkimi i të dyjave çon në një harmoni dhe një valle shumë të bukur për një rezultat më të lartë në punë dhe për dhënien e një eksperiencë sa më unike tek turistët qoftë vendas, por patjetër kryesisht të huaj. Gjatë verës nuk ekzistoj as vetë. Domethënë s'jam as për vete, në kuptimin më të mirë të fjalës, sepse dua që t'i dedikohem sa më shumë turistëve, edhe jo vetëm për para, këtë e theksoj gjithmonë. Sepse na kanë zgjedhur, për meti lugina jonë është si një xhepëz i vogël i bukur, dhe ata vendosin që t'ikin nga këto rrugët e mëdha të bukura të Shqipërisë dhe të futen në këtë xhepin. Atëherë ne duhet të ndjehemi shumë të privilegjuar dhe unë ndjej që duhet vetmohohem pak kur vjen sezoni. Pastaj gjatë dimrit kemi mundësi të dedikohemi edhe gjërave të tjera. Tani për tani duhet bëjmë pak punë ushtarake dhe të disiplinuar. Mendoj çdo sektor i turizmit, por kryesisht i joni siç ti e theksove, sepse jemi një sport aventure dhe bëjmë pjesë të kategoritë e sporteve të aventurës. E përsëris Vjosa shumë bujare, edhe në verë niveli i ujit edhe kategoria rrezikshmërisë është mesatare, pra nuk kemi situata ku neve duhet rrim vigjilent në nivele shpëtimi jete, por gjithsesi kjo nuk do të thotë që neve duhet ta ulim të vigjilencë. Sa po zgjohem dhe kur kalojmë mbi urën e qytetit edhe ta shikoj Vjosën, 50% e motivimit filloi tek unë. Pjesa tjetër është vetë interesi i turistëve për ditur më shumë për Shqipërinë, për ne, për Vjosën, si është historia, si ndodhi që u bë park kombëtar, po pse park kombëtar? Dhe kur shikon këto reagimet, feedback, përshtypjet që na sjellin, apo reviewt, që këtu domethënë është qershia mbitor, ku ata përshkruajnë kaq bukur me kaq detaje, për sa na përket neve si popull, për mikpritjen, për natyrën, saqë motivimi shkon aty ku nuk di sa të them sa lart edhe e harrojmë atë lodhjen. Edhe një reset tjetër që i bëjmë vetvetes me kënaqësi të madhe, sepse tek e fundit neve duhet bëjmë ekonomi, duhet jetojmë, duhet ham, asnjë gjë nuk vjen pa sakrificë, pa mund, dhe duhet ta meritojmë. Sezoni i raftingut këtë vit paraqitet shumë premtues, në krahasim me vitet e mëparshme. Ka një rritje prej 30% në kërkesat për rafting, një tregues i qartë i interesit në rritje për këtë sport aventuresk dhe natyren e paprekur të Vjosës. Statistikat e fundit tregojnë se rreth 90% e vizitorëve që hyjnë në luginën e Vjosës e bëjnë këtë pikërisht për të zhvilluar sportin e raftingut, duke konfirmuar kështu rëndësinë kyçe që ka ky aktivitet në zhvillimin turistik të zonës. Shton Tako.
Përsa i përket rafting, nga plani menaxhimit i sapo aprovuar, ne do të mund të operojmë nga prilli deri në tetor. Këto janë muaj që ne duhet të operojmë. Sigurisht kërkesa fillon edhe më herët se sa muaj prill dhe vazhdon edhe më pas muaj tetor. Për këtë në fakt është një ide jona që të ulemi bashk me specialistët dhe t'i pyesim se si mundet që këtë sezon ta shikojmë, sepse 90% e turistëve hynë në lugin për aktivitetin ujor rafting. Dhe do përpiqemi të kuptojmë nëse sjellja jonë në muajt që na është ndaluar është e dëmshme edhe për botën ujore, për mikrogjallësat, për gjithçka që rrethon Vjosën, apo jo. Sepse nëse është ashtu, patjetër që ne do ta respektojmë. Nëse do të mund të bëhet diçka, prapë do jemi të lumtur. Sezoni paraqitet shumë i mirë, jemi shumë të lumtur, shpresojmë bazuar në vitin e kaluar që numri do të ketë një rritje numri personave prej të paktën 25-30%, mendojmë. Punojmë shumë me të dyja mënyrat, edhe me agjenci, edhe me rezervime paraprake, pra ne e dim se çdo na ndodh në sezon, por punojmë shumë edhe me turistë të cilët prenotojnë vetë, familjarisht, apo edhe dëgjojnë nga njëri tjetri kur lëvizin nëpër Shqipëri, kemi dëshmi pafund që thonë ne erdhëm sepse takuam bashkëdhetarët tanë spanjoll, japonez, amerikan, i takuam Saran, takuam Vlorë, na folën për ju, na folën për Vjosën, ishte e mahnitshme dhe vendosin prapë pas kanë ardhur. Janë duke ecur paralelisht të gjitha rrugët dhe për këtë jemi shumë të lumtur. Jemi të shumë tani, vështirësitë janë të shumta, sa herë që mund të kemi nevojë edhe bashkëpunojmë patjetër, por ky bashkëpunim duhet të fuqizohet shumë, pikësparin mentalitetin tonë. Dhe pastaj në aktivitetin biznes që zhvillojmë. Sepse Vjosa është kaq bujare, është kaq e madhe, dhe ka vend për të gjithë ne, dhe ka vend që të gjithë ne ta zhvillojmë aktivitetin tonë në Vjosë, nga këndvështrimi im personal, si na e ndjen zemra, sigurisht brenda standardeve të legjislacionit shqiptar, brenda rregullave, por që ta bëjmë të japim personalizim sipas natyrës dhe karakterit tonë çdo secili. Irma thekson rëndësinë e funksionimit të turizmit në bazë të standardeve të larta për të garantuar sigurinë e sportistëve dhe ruajtjen e ambientit natyror. Ajo punon çdo ditë për të ngritur nivelin e shërbimit, duke treguar më të mirën në sytë e vizitorëve dhe njëkohësisht duke respektuar edhe natyrën. Të gjithë 8 vitet do të thënë kanë qenë gjithmonë në rritje pak nga pak, por 4 të fundit kanë qenë vërtet në rritje në të gjitha kuptimet. Qoftë në prezencën e turistëve, por edhe në ndërgjegjësimin të paktën timin personal për ato që duhet jenë standardet tona. Neve duhet i rrisim standardet lidhur me shërbimet, duhet të çojmë sa më pranë Bashkimit Evropian. Në fakt ne personalisht si biznes kemi filluar ka kohë që standardet e sigurisë dhe të higjienës të jenë në maksimum. Gjithmonë, çdo ditë ka vend për të përmirësuar, çdo ditë neve dedikohemi për të përmirësuar dhe ndjehemi shumë krenar për këtë gjë, por janë themelore. Duhet ta bëjmë sepse siç vjen rritja e turistëve, njohja e Shqipërisë dhe zonës tonë dhe Vjosës tonë parakombëtar tashmë, ashtu duhet vijë edhe rritja e përgjegjësisë edhe nga ne. Duhet patjetër të jemi gjithmonë më vigjilentë, sepse neve bëjmë një sport aventure dhe duhet ta bëjmë në siguri të plotë, siç ashtu po veprojmë çdo ditë në sezon. Për të qenë shumë e sinqert, ka ndodhur disa incidente krejt të paevitueshme në Vjosë, sepse klientët duan të gëzojnë, ndoshta bëjnë në një gjë më tepër nga ajo që kompanitë e rafting ju shpjegojnë. Dhe ka ndodhur, por deri tani urgjenca e përmetit na është përgjigjur vërtet shumë shpejt, shumë mirë dhe me shumë efikasitet. Ndërsa neve personalisht na ka ndodhur para disa vitesh një klient i cili ishte mirë e bukur dhe pati një atak në zemër, që një rast goxha delikat. Unë jam shumë krenare për djemt tanë, për guidat e Vjosa Explorit se si e menaxhuan, si e sollën sigurinë në një pikë ku mund ta nxirnim, dhe ndërkohë ambulanca kishte mbritur. E nxorëm në tokë, në siguri të plot, me barrel, shpëtuam dhe jetën, sepse morëm vesh më pas
që gjendja e tij shëndetësore në atë moment nuk ishte qenë aq e mirë. Por që edhe një fat tjetër që në varg gjithashtu të gjithë ekuipazhi që kishin përgatitur shumë mirë klientët në pjesën e atë që quhet instruktazhi i sigurisë, reaguan shumë pozitivisht, shumë mirë, shumë shpejt, edhe të gjithë bashkë bën fuqi. Gjatë gjithë 8 viteve duhet të them që kemi punuar fort çdo ditë duke bërë instruktazhin e sigurisë klientëve, qoftë atë në tokë, qoftë atë në lumë, që quhet safety talk në tokë, por edhe në lumë, para se sa të nisemi. Sa herë që bëjmë këtë bisedë, unë kisha parasysh vetëm një moment pak a shumë të tillë. Edhe ishte në idenë time, në kokën time, që neve duhet parashikojmë për ndërhyrjen më ekstreme. Dhe në fakt kur ndodhi ishin komplet të qetë. E menaxhua me shumë gjaktësi, qoftë djemtë në lumë, guidat e përsëris, edhe jam shumë krenare për si u përgjigjen me shumë përgjegjësi, me shumë shkathësi, për veten time që ndiq një aturë nga toka, edhe për urgjencën e spitalit të Përmetit. Ishte një bashkëpunim i përkryer. Do thoja, do shtoja këtu edhe telefonatën e parë kur e bëra me urgjencën dhe mu përgjigj Tirana, reagimi, sepse janë të centralizuara, reagimi që i menjëhershëm. Pasi u njoftova, u telefonova për pak sekonda nga Përmeti për të dhënë fiks lokacionin ku isha dhe çfarë mund të kuptonim ne nga ajo situatë pak e rëndë e gjendjes të një nga klientëve. Nëse ne si biznes nuk do bëjmë gabimet që kanë bërë disa zona të tjera të Shqipërisë, unë flas për veten, por dhe gjithë bizneset të Përmetit. Nëse nuk bëjmë disa gabime që kanë bërë disa zona të tjera të Shqipërisë, me standardet e shërbimeve, me çmimet, kanë ndodhur, i njohim, kanë folur brenda dhe jashtë Shqipërisë, dhe ka përfunduar që sezoni u është shkurtuar shumë. Nëse ne do të punojmë siç duhet, nëse ne nuk do të harrojmë rrënjën, traditën, mikëpritjen, edhe sensin e masës, unë shikoj që të paktën 20 vitet e ardhshme tona janë të ardha, është radha jonë tashmë. Përveç njohurive të thella për rrjedhen dhe rrymat e forta të Vjosës, Irma ka ndërtuar edhe një lidhje të veçantë me banorët lokal, me të cilët bashkëpunon ngushtë. Ky bashkëpunim ndihmon që turistët të përjetojnë jo vetëm aventurën e raftingut, por të njihen nga afër me traditat dhe shijet autentike të produkteve vendase. Vjosa është një mbretëreshe vërtet, sepse ka një kuror që rrin mbi kokë. Dhe s'do ishte pa të mbretëresh tamam. Edhe kurora ka një kokë të rëndësishme në të që është Vjosa, pra kemi në dorë vërtet një mrekulli. Edhe ishte ideja ime që këtu rrotull, le themi kësaj tavoline të recepcionit, të sill një aromë, një shije, një estetik në sy, të bimëve dhe të erëzave. Kështu filloi. Me të cilat më përgatisja një çaj që ofroj dhe vazhdoj dhe sot të gjithë turistëve. Pastaj, duke parë interesin e personave, mendova pse jo, t'i ofroj një hapësirë edhe banorëve të rrethit të Përmetit, që gatuajnë perla të vërteta, siç keni këtu kompostën e thanës së egër, preveden e ftojit, reçel me petale trëndafili, që është trëndafili i Përmetit, ne i themi bufçi me shumë petale, me një aromë të shkëlqyer, është një trëndafil vendas shumë mirë, por që ngelen 1%, mund të them 10% në raport me atë që neve na ofron Lugina, si lëndë e parë, po edhe trashëgimi e madhe nga të parët tanë në përpunimin dhe në gatimin e kësaj lëndë të parë ekselente. Mendoj që ju vetëm për një gjë të voçkël, për një çaj, që për mua shumë e madhe, po është një. Në shumë, ju mundet ta jetonit edhe të merrni përshtypjen e tyre vetë, se sa ata e vlerësojnë shumë. Është diçka që ka bërë Vjosa, natyra, Lugina, ne jemi me fat. Ndërkohë, lumi Vjosa pritet të shpallet zonë natyrore mbrojtur nga UNESCO, çka do të ndikonte në një mundësi unike për zhvillimin e turizmit të qëndrueshëm dhe aventurës në Shqipëri. Irma thekson se përmes sportit të raftingut edhe promovimit të vlerave lokale mund të krijohet një ekosistem turistik që do të sjellë përfitime të mëdha për të gjithë aktorët lokal. E presim me shumë kënaqësi dhe lumturi në Vjesht që ta fitojmë të status.
Një arsye më shumë për të ndërgjegjësuar dhe më shumë për të zgjidhur ato probleme që ne i dim që i kemi në Vjos për shkak të sjelljes njerëzore. Ne po bëhemi shumë të njohur në mbar botën, edhe nga vende që s'mund të marr mendje. Siç sapo dëgjuat Lituania, por është edhe shumë e gjerë. Nga çdo cep i globit. Ndikon shumë, po na ndihmon në rritjen e ekonomisë, por do thoja që këto vitet e fundit, mbi 2 vite tashmë që Vjosa u shpall parakombëtar nga qeveria, na ka ndihmuar shumë që të bëhemi të njohur në mënyrën e duhur, përmbar, me rregulla, me standarde dhe në një formë mbar, jo mbrapsht, se ndonjëherë bësh i famshëm në mënyrë kaotike si zonë dhe pastaj duhet diçka menaxhosh. Unë them që është një fillim i mbar, pak i vështirë. Nga ana tjetër, turistët që kanë vizituar këtë zonë dhe kanë provuar raftingun në lumin Vjosa nuk ngurojnë të ndajnë përvojën e tyre të jashtëzakonshme. Një çift nga Letonia, të cilët sapo kanë përfunduar udhëtimin e tyre, tregojnë se si kjo përvojë i ka magjepsur dhe i ka lidhur me natyrën në një mënyrë të papërshkrueshme. Raftingu në Vjos ishte aventura më e bukur që kemi provuar ndonjëherë. Ujë i ftohtë dhe i pastër, rrymat e fuqishme dhe pamjet maknice të natyrës na dhanë një ndjesi të vërtet lirie dhe energjie. Irma dhe ekipi i saj na bën të ndihemi të sigurt dhe të mirëpritur gjatë gjithë rrugës. Very beautiful nature. We met other people who suggested to go rafting. Nuk kam fjalë ta përshkruaj ndjesinë që provova në këtë përvojë kaq të bukur dhe të veçantë të këtij sporti. Ne kemi disa ditë në Shqipëri dhe kemi vizituar vende të ndryshme, por nëse më jepeshte mundësia për një udhëtim të dytë, pa dyshim do ta zgjidhja ta përjetoja përsëri këtë adrenalinë. Do ua sugjeroj të gjithëve ta provojnë. Beginner rafting experience. That's Irma Tako, me punën e saj po dëshmon se si përkushtimi i sinqert dhe profesionalizmi mund të ndryshojnë perceptimin edhe të nxisin zhvillimin e një aktiviteti që jo vetëm promovon sportin, por edhe natyrën dhe kulturën vendase. All forward.